Përshëndetje dhe mirë se vini në Vibe, shtëpia juaj e paradites në Media 60. Nga sot çdo ditë nga e hëna të shtunë do të jemi së bashku rreth 90 minuta për të diskutuar për temat që na prekin jetën tonë të përditshme, artin, showbizin dhe histori që kanë diçka për të na thënë dhe frymëzuar. Unë jam Klea Kica dhe jam shumë e lumtur që këtë rrugtim do ta nisim së bashku. I ftuari i parë është një nga emrat e rinj në tregun muzikor shqiptar, i cili do të na flas pak për vështirësitë, sfidat, ëndrat dhe në fund do të na dhuroj pak freestyle live në studio. Marek, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, edhe faleminderit për ftesën. Shpresoj ta kem kohën e marr, edhe studio duket shumë e bukur, mashallah. Të falenderoj dhe dua të të uroj shumë sukses dhe jam shumë e lumtur që Shqipëria po pasurohet çdo ditë më shumë nga të rinj dhe talente kaq të mëdha. Normal, sepse brezi i ri ka vetëm energji edhe besoj që talentat që po dalin kanë me mbyll stradën krejt. Kush është Marek për të gjithë ato që nuk e njohin? Atëherë, nëse pyet shokët e mi që më njohin personalisht e dinë se Mareku është ai djali që vetëm mundohet me bë me qesh, pozitiv, energjik, ambicioz, jam një person që kam energji mjaftueshme dhe nuk gjej ndonjëherë qetësi. Marek është emri yt i vërtet apo është pseudonim, nëse është pseudonim nga lindi? Kur lindi? Këtë pyetje ma kanë bërë shumë herë. Faktikisht është pseudonim, nuk është emri im i vërtet. Edhe ma kanë vendosur çunat e grupit sepse kur kam nis me humor me muzikë, vija në studio dhe i tregoja shumë këngë marokene, artistave marokene. Edhe më gjiti kjo Marek. Ishte diçka kështu. Kur e kuptove që muzika nuk është thjesht pasion, por diçka që duhet marrë seriozisht që ti ta ecash? Po besoj kam kuptu kur hodha këngën Brunet, se unë isha marrë me muzikë deri në atë farë pike, po jo shumë seriozisht. Po kur ajo këngë plasi edhe pash se njerëzit e donin, edhe stilin tim e donin, imazhin tim e donin, aty vendosa që ti futa me kokë. Kush ishte personi i parë që besoi te ti? Është ai çuni atje, është Dio, OMG Dio, është menaxheri im, edhe bashkë kena nis edhe dash Zoti bashkë deri në vdekje. Familja si e priti zgjedhjen tënde? Të mbështeti? Është suportuesa? Po, gjithmonë kanë qenë suportues. Normal si çdo familje do bëhen merak, po kur e shohin se un po punoj edhe po mundohem domethënë për ditë, edhe ato e vlerësojnë këtë gjë edhe deri tani kanë qenë shumë suportues. Sa e vështirë është sot të debutosh në tregun muzikor? Opa. Po është mund të them është relativisht e vështirë, sepse po dalin shumë. Besoj i ke pa dhe vetë sa artista kanë dalë në për TikTok e në për Instagram. Edhe kur ka shumë konkurrencë, normalisht që është edhe akoma më e vështirë. Po besoj që ato që kanë me vërtet talent, kanë me ingju njerëzit, e kuptojnë talentin e vërtet. Cila ka qenë pengesa më e madhe deri tani? Me që vete the ka shumë artista të rinj. Nuk njoh asnjë lloj pengese, nuk ka pengesa për mua. Asnjë pengesë nuk e pas deri tani. Asnjë lloj pengese. Sa sukses mendon se do kesh në këtë fushë? Po tani dash Zoti i madh, se a din neve ecim gjithmonë me shpresën te Zoti, dash Zoti sa më lart. Nuk kam ndaj pikë që du me arrit, vetëm lart nuk du me pas kufia, kupton? Është ambicie shumë e madhe. Përmendi Zotin. Po. Sa beson në Zot? Edhe sa mendon se Zoti t'i ka çuar në këtë rrugë? Po, shumë e vërtet. Unë personalisht jam person shumë besimtar edhe mendoj se çdo gjë ka qenë meant to be, është shpreha, ka qenë e thome me u bë, e kupton? Edhe nuk janë koincidenca, fakti që jam njoft me çunat, fakti që ka plas muzika, puna ime që kam dhënë për ditë, besoj që ka dash Zoti dhe është bë, edhe dash Zoti do bëhet. Çfarë sakrificash kërkon kjo rrugë, Marek? Po kërkon goxha me kohën. Neve na ken studio gati natë për natë. Sa orë punon në studio? Po, as nuk i numrojmë, me thonë drejtën, janë shumë orë. Sakrificën më të madhe që ke bërë për këtë rrugtim? Se di, besoj sakrifica më e madhe është fakti që më najerë menon se nuk e ko me nejtë me familjen. Ke prasysh? Kjo është besoj, e vetmja gjë që më pengon mu personalisht. Do doja të kisha nejtë pak më shumë me familjen time, por që kam ko. Çfarë kërkon të transmetosh mes këngëve? Jetën tënde personale, historitë tua, frymëzim për shoqërinë? Po unë gjëja që kam pas si qëllim gjithmonë është me i dhënë energji pozitive publikut. Në moment që ti e ngjon këngën time dhe fillon e kthen, edhe ke energji pozitive, besoj se e kam arrit qëllimin tim.
Kur shkruaj një tekst, çfarë të frymëzon më shumë? Jeta e përditshme, njerëzit që njoh, ku diun një muzikë tjetër që ngjoj, gjitha gjonat e jetës më frymëzojnë me shkruajtë, me bo art. Ti ke nxjerr këngë tashmë. Sa nga ato që dëgjojmë në këngët e tua është histori personale? Sa përqind? 95% është histori personale. Kur ke qenë më i vogël, Po. cili ka qenë ai artist shqiptar që e ka admiruar? Ose i Shiko, huaj? I huaj kam pas qef shumë Eminemin, Maroja, edhe 50 Centin. Edhe besoj këto kanë influencu, sado pak, po më kanë influencu shumë. Edhe Akoni ka qenë një artist që e kam pas dëgjuar shumë. Po shqiptar nuk ke pas? Familja ime, vlla im ka pas dëgjuar gjithmonë muzikë të huaj dhe me këtë frymë jam rrit, a kupton? Ndoshta Flori Mumajesi mund të them. Përveç atij, se di. Ti bën kryesisht rap. Po, rap melodik, po. Çfarë mendon se e bën një artist të madh dhe të suksesshëm? Po, besoj puna e fort, pastaj atë pjesën e të madhit, atë e vendos publiku, sa influencial është ai për publikun, a kupton? Fakt se sa influencë ka te publiku, ka artista që me këngët e tyre kanë bë lëvizje revolucionare, për shembull ke Michael Jacksonin ose Eminemin që e përmenda. Këto janë artista të mëdhej, për mendimin tim. Nëse do kishe mundësi të bashkëpunoje me dikë, kush do ishte ai person që mendon se i përshtatet stilit tënd? 50 Cent. E kisha shumë qejf ta bëj këngë me të. E ke ëndër. Si ti po ëndër. Shpresoj të realizohet. Rrofsh. Si e sheh marrëdhënien mes artistave të rinj? A janë suportues? Duke qenë se ne nuk jemi në fushën muzikore Po. dhe nuk e dim se çfarë bëhet me këto artista të rinj. A e suportojnë njëri tjetrin apo kanë këto Po tani, natet, me thon drejtën, diset? po, me thon drejtën nuk ja kam idenë. Ne na vetëm pjesë e grupit tonë, nuk është se merrena me artistat e tjerë. Kështu që se di. Nuk mund t'japi përgjigje për këtë pyetje. A ekziston më shumë rivalitet apo mbështetje? Po tani kjo është punë biznesi, edhe gjithë i ke rival, kështu që rivalitet besoj. A ke pasur një artist të vjetër në treg që ta ka zgjatur dorën, të ka mbështetur? Po, shumica e çunave që punojnë bashkë, për shembull Princi, që është një shoku i jemi edhe producent që punojnë bashkë gjithmonë. Besoj se mund të them se po. Me që ishim të rapi, Po. ke bërë ndonjëherë dis për një person konkret? Kena bo për qef aty te studio, po nuk është se kam hedh ndonjëherë këngë dis ose. Pse ke zgjedhur mos i hedhësh? Po nuk du me shpërndau urrejtje. Du me shpërndau pozitivitet, energji Vetëm të mira. energji të mira. Energji të mira, po. Po ndonjë bashkëpunim në proces ke? Kam shumë bashkëpunime dhe këngë që do hidhen këtë verë, regaton edhe rap ose trap edhe këngë që s'm keni pa ndonjëherë në atë stil. Edhe besoj se kanë mi pëlqyer krejtëve. Sot rrjetet sociale kanë fuqi super shumë të madhe. Po, është e vërtet. Sa ndikojnë këto në suksesin e një artisti? Po tani muzika, siç e thash, është biznes. Edhe ti e di shumë mirë që marketingu është atë produktin, apo jo? Kështu që sot format e marketingut janë rrjetet sociale. Nëse nuk ke prezencë aty, nuk mund të presësh vëmendje ose hype, a kupton? Kjo është. Si është një ditë normale e Marek kur nuk është në studio? Ndoshta do them që flej deri vonë, flej nga ora Vetëm 12:00, pastaj çohem, ndoshta dalim në një vend. Më shumë është një ditë që do shkoja dhe do dilim në një plazh ose në një det ose në një natyrë. Pëlqen shumë natyra. Dua të di më shumë për jetën tënde personale, si Po. ke marrëdhëniet me femrat? Qa pyetje, Se sikur ta jete djalë dija. bukurosh tani? Sikur ta dija që do e bëj këtë pyetje. Po si mendon ti, si mund t'i kem? Unë ta thash më parë djalë bukurosh, po nuk e di tani si bjonde, brune, kokë kuqe, çfarë? Tani konga thot, she's bad brunette dhe flokët e gjatë. Ishte e bukur. Okej. Kështu që brunët, po, brunët. Brune, flok gjatë. Ose ndoshta e brunët, nuk i dihet. Çfarë? Nuk i dihet Mix. asnjëherë. Mix. Po i lidhur je mëre?
Ja. No comment. Jo, nuk jam se bëj shaka. Po merrem vetëm me muzikë, tani jam I fokusuar edhe nuk jam. Jam Jam shumë kurioze të di për vajzat e klipit tënd. I zgjedh ti? Po varet tash. Ndajherë I zgjedh unë, ndajherë I zgjedhin çuna. Edhe ke pasur marrëdhënie ndonjëherë me ato të klipit? Jo. S'ke pas Jo, ndonjë romans? Jo. Po me lekët ç'bëhet? Sa lek fiton? Po sa fitojmë, ç'a të bëjmë, ja. Me zi fitojmë. Se bëj shaka. Po fitojmë, okay, është okay, domethënë animo me vazhdu para, kupton. Ne ç'a fitojmë I investojmë, pastaj fitojmë më shumë I investojmë prap, kështu është kjo punë. E ngrit biznesin avash avash. Që po. Po, fiks. Shkall, po. Po ti je xheloz. Jam I çik. Sa nga 110-ta? Mund të them 6 ose 7. Çfarë është ajo gjë që Dukem kështu si tip xhelozi? duke shumë haj, shumë Shumë I qetë, Jo, jam I pak, jam pak. Kjo është e bukur. Femrat e duan një mashkull xheloz. Normal. Po e duam, po edhe ndoshta se përballojnë dot. Je I pa përballueshëm. Jo, po them për vete, po them femra. Po ndonjëherë na skën kështu xhelozie që ka shfaq një femër për ty. Se di tani. Ç'a mund të them? Nuk e tregon, është personale. Kam ç'a mund të them për. Me që jemi të femrat. Po. Ha. Cila është ajo Jetë vajzë që pikante. të përmbush kriteret ty? Si duhet të jetë ajo vajzë? Po tani normalisht që bukuria është Parsore? parsore, po, është rol kryesor, po që kur një vajzë ka cilësitë e mira, ato e bëjnë ato akoma më të bukur. E bukur kjo. Pëlqen Shumë e inteligjencat e femrave. Femrat inteligjente janë gjithmonë shumë lart, mendoj. Po, është e vërtet. Për mbyllje të Po. intervistës. Leku apo fama? Do thëja vetëm get to it just die trying, siç ka thënë 50 Centi, edhe du me falenderoj edhe gjithë suportuesat e mi, se edhe Spotify jam shumë mirë me shikimet mujore, edhe kjo është. Kështu që leku gjithmonë. Ma rekomendoj se pas bisedës, që na shkoi shumë mirë, padyshim nuk e vjen diskutim të gjë, publiku ka dëshirë të shijoj pak muzikë nga ana jote. Nëse do ishte e mundur gjithmonë. Patjetër, unë kam përgatitur freestyle për emisionin Tat Klea, edhe besoj që do kem kohën e marr. Të falenderoj shumë. Kisha publik do kisha duhet rokit më shumë. Ishte fantastike dhe e vlerësoj shumë dhe të falenderoj shumë për bisedën dhe këtë super performancë që na dhurove këtu në emisionin tonë Vibe. Dhe njëherë shumë suksese. Gjithashtu. Një djalë vërtet shumë I talentuar. Shumë faleminderit edhe juve suksese, edhe që më thonë mo ishte shumë nice, vibe shumë I këndshëm. Tashmë do të jemi në lidhje direkte me dietologen Engeleda Ferollari, e cila do të flasë për një temë që ka ngjallur shumë diskutime në vitet e fundit. Bëhet fjalë për dietat. Dietat po kthehen në një trend, të promovuara gjërësisht në rrjetet sociale dhe të ndjekura nga shumë njerëz pa rekomandim mjekësor. Ato po kthehen në një trend global.
Engeleta, mirë se erdhe. Përshëndetje. Vitet e fundit po shohim gjithnjë më shumë trende ushqimore në rrjetet sociale. Si e vlerësoni ndikimin e tyre tek publiku? Është në fakt krijon një konfuzion shumë të madh në fakt. Rrjetet sociale janë një nga faktorët kryesorë që konfuzojnë njerëzit apo që ngatrojnë, sepse nevoja për klikime, nevoja për marketing ka bërë që të abuzohet shumë. Kemi shumë njerëz të vetë deklaruar profesionistë në fushën e nutricionit, të cilët për të pasur sa më shumë klikime edhe thonë gjëra të pa baza shkencërisht dhe që pas një lloj efekti. Ne dim shumë mirë, kemi plot raste detoksesh apo ku diun tash që s'më vinë në mendje, lloj legjendash që bëjre detoksin për një javë dhe pastaj ti bie kaq kile dhe ke je shëruar, ke bërë këto, ke arritur këtë nivelin e pastrimit të trupit maksimal, që detoksi është disa lënje të shtrydhura zarzavatesh që do bëjnë atë pjesën e mrekullisë. Me që jemi këtë detoksi, mu them dy fjalë Patjetër. për detoksin, apo për këtë lënje të zarzavateve. Zarzavatet janë shumë mirë që të jenë pjesë e përditshme e menues tonë ditore dhe në çdo vakt të ushqimit që neve ham. Por sa më shumë të përpunohen, domethënë sa më shumë të grihen, të hiqen lënj, të bëhen lëng në rastin e lëngjeve, se zakonisht këto janë detokse që shiten në masë, si çuditëbërse, aq më shumë humbasin vlerat ushqyese. Humbasin shumë element antioksidant, të cilët në kontakt me ajrin gjatë procesit të përpunimit, humbasin oksidohen dhe humbasin vlerat e tyre vepruese. Nga ana tjetër humbasin fibrat, që baza kryesore e zarzavateve janë fibrat. Zarzavatet 80% e kanë ujë dhe pjesën tjetër kanë fibra dhe vitamina, kripra minerale. Kështu që duke përpunuar aq shumë, nuk kemi në një efekt çuditëbërës të këtyre lënjeve të zarzavateve. Ana tjetër nuk them që janë të dëmshme, por që të mos presim efekte çuditëbërëse. Ndërkohë që detoksi më i mirë, apo mënyra më e mirë për ta mbajtur trupin ton qoftë të pastër nga ngarkimi me element toksik që vijnë nga ushqimi, nga ambienti, nga stresi, është një ushqim i shëndetshëm, një dietë e shëndetshme e ekuilibruar, që t'i marrim gjitha ushqimet, por të jenë të kontrolluara. Pra ngrënia shëndetshëm është detoksi më i mirë. Organizmi ka të gjitha mekanizmat, sepse u përqendrova shumë dhe u zgjerova shumë te detoksi, por është kjo që unë e shoh që qevullon shumë në rrjetet sociale, që kushton edhe zhgënjim tek njerëzit, por edhe kosto ekonomike sigurisht, sepse janë Patjetër. janë të shtrenjta dhe janë kushtueshme. Po, kuptoj. A mendoni se thosha është që detoksi më i mirë është një dietë e shëndetshme e ekuilibruar. Pra ti ham të tëra, por ti ham në masën e duhur, të gatuar e shëndetshëm, pra të eliminojmë të skuqurat, dhe të eliminojmë ushqimet e ngarkuara me yndyrna shtazore. Kjo është mënyra më e mirë të ngrënit. A mendoni se shqiptarët janë bërë më të ndërgjegjshëm për ushqyerjen apo janë çorientuar nga mbi ngarkesa e informacionit? Ka një ndërgjegjësim për mënyrën të ushqyerjes dhe fakti që e tërheq informacionist, sidoqoftë i gabuar apo i drejtë, është një ndërgjegjësi ndaj mënyrës së ushqyerjes, që kjo vjen qoftë për efekt të shëndetit apo dhe estetik, sigurisht, sepse ato që vrapojnë tek këto dietat e shpejta apo këto mrekullibërset e internetit dhe të rrjeteve sociale është kryesisht për çështje estetike. Ata që vuajnë për të pasur një estetik më të mirë të trupit, për të qenë më të dobët për verën, për të qenë më të shëndetshëm në kuptimin estetik të fjalës. Ndërkohë që kush ka probleme me shëndetin, sigurisht, unë nuk besoj se i marrin informacionet nga rrjetet sociale, por drejtohen tek specialistët. Kështu që kemi një ndërgjegjësim. Si mund ta dalloj dikush një këshill që dëgjon në rrjetet sociale nëse është thjesht trend apo e bazuar në shkencë?
Kjo është çike vështirë, sepse është që të bombardon kaq shumë informacioni dhe edhe që edhe algoritmat e këtyre, sepse bëjnë video të bukura, bëjnë efekte të ndryshme që janë vizualisht janë shumë atraktive, por që një gjë do të them, kush ato lloj faqesh apo videosh apo fotosh që proklamojnë apo që shpallin to rënit e menjëhershme, humbja e kileve menjëherë, to mrekullibërësat, të gjitha janë për të paktën për të vënë pikpyetjen tek ta. Për të mos u besuar dhe për të vënë pikpyetje. Cilat janë dietat që sipas jush janë mbi vlerësuar vitet e fundit? Unë mendoj që dietat që janë mbi vlerësuar më shumë, që ka dhe vite, jo vetëm vitet e fundit në fakt, është dieta ketogjenike, si edhe kjo e detokseve, që janë dietat që shpesh veç shpallin atë rënien e menjëhershme edhe të shpejt, në pak kohë, në pak ditë, dhe edhe thjesht, sigurisht. Që në fakt nuk është dhe shumë e thjesht, sepse privohesh, janë dite që privojnë, nëse bëjmë një dietë keto, kemi dietë që privojmë nga karbohidratet, të cilat sigurisht nuk janë privimi nga karbohidratet, është e parashija, çështja e shijes, që në rastin e dietës keto, sepse ne kemi ushqimin dhe përveç të tjera është edhe një nga shijet e jetës. Kështu që duhet edhe ta shijojmë ushqimin, të ham shëndetshëm, të jemi të kujdesshëm me të ngrënit, nuk do të thotë që të privohem nga shija e të ngrënit apo nga provimi të provuarit të ushqimeve. Që ndërkohë që përveç privimit nga ushqime dhe nga grupe të ndryshme ushqime, siç është në rastin e dietës keto që demonizon karbohidratet, është edhe pastaj pjesa e shëndetit që duke bërë një dietë keto, e ngarkojmë trupin me shumë proteina, të cilat tepria e proteinave prodhon shumë trupa ketonik, që janë skorit apo mbetjet e djegjes nga metabolizmi i proteinave, të cilat e ngarkojnë shumë punën e veshkave. Dhe ne e dim që kush bën një dietë keto, rekomandohet të pi sasirat të mëdha ujit, por kjo pastaj çon edhe në ngarkimin e punës së veshkave dhe për plot efekte të tjera. Është parë që shumë persona që bëjnë dietën keto, që duket pak si kontradikt, sepse han sasira të mëdha mishi të kuq, kanë rezultuar që janë anemik, sepse nuk është vetëm problemi i të ngrënit, por është edhe problemi i përthithjes. Pra, nëse ne mund të marrim sasira të mëdha hekuri, por sasia asaj që përthithet nuk varet më pastaj nga ty, varet nga organizmi. Dhe duke pasur një dietë pa karbohidrate, i bie që kemi një dietë me më pak fibra, nëse neve karbohidratet i ham me fibra integrale, por që krijojmë dhe duke privuar grupe të ndryshme ushqimore, krijojmë dhe një çekuilibër të florës bakteriale të zorrës, e cila është shumë e rëndësishme, që është baza kryesore e përthithjes së të gjithë elementeve. Të gjithë ushqimet që ne ham, shumica e tyre përthithen dhe hyjnë në sistemin e organizmit tonë nëpërmjet zorrës së trash, florës bakteriale, prandaj që për ta mbajtur një trup të shëndetshëm është shumë e rëndësishme edhe një florë bakteriale e shëndetshme, që duke i privuar elemente të ndryshme, sigurisht edhe flora bakteriale e zorrës është të shëndetshme. Sa ndikon stili i jetesës në rezultatet e një diete? Stili i jetesës është baza e një diete të shëndetshme. Kur flasim për stil jete, kemi të bëjmë janë dy komponentë, është ushqimi i shëndetshëm, i rregullt dhe i shëndetshëm, pra me vakte të rregullta, ushqimi i ekuilibruar dhe me vakte të rregullta, si dhe aktiviteti fizik. Pra, një jetë e shëndetshme apo një stil jete e shëndetshëm është kur bashkohet binomi ushqimi i shëndetshëm, aktivitet fizik. Në këtë rast kemi të bëjmë me një stil jete të shëndetshme. Sigurisht pastaj ato pjesa e alkoolit, me pak alkool, jo abuzimi me alkoolin, me sheqernat,
Po këtë po i fusim ke grupi i një ushqimi të shëndetshëm apo një dietë të shëndetshme. Pse shumë njerëz humbasin peshë dhe më pas e rimarin atë? Atëherë, problemi i marrjes dhe i humbjes peshës është çështje e balancës apo e ekuilibrit energjetik. Ekuilibrit energjetik të asaj që harxhon me atë që merr organizmi apo personi. Që ekuilibri energjetik sigurisht përkthehet në gram ushqime. Në rastin kur marrim më shumë se sa neve harxojmë, pra kur marrim më shumë energji se sa neve harxojmë në ditë, pjesën që marrim tepër e depozitojmë në mazë zemore. Pra kur ham më thjesht, kur ham më shumë se sa kemi nevojë, se sa organizmi ka nevojë. Në rastin kur marrim më pak se sa neve harxojmë, atëherë diferenca që i sigurojmë organizmit të energjive që marrim, e siguron nga masa zemore që është depozituar në trup dhe shkakton atë rënjën e peshës. Pra e gjitha varet nga sasia e ushqimit që neve konsumojmë, nëse ham shumë apo ham pak. Trajtimi me një dietë hipokalorike, që do të thotë me një kufizim kalorish apo racionesh, që nuk është thjesht vetëm një kufizim racionesh, por është dhe një dietë e strukturuar e ekuilibruar, që t'i marrim të gjitha ushqimet, jo vetëm të ulim kalorit, është dhe dietë e shëndetshme, krijon atë diferencë negative të kalorive, që do me thënë marrim më pak se sa kemi nevojë në ditë, dhe krijojmë atë diferencë negative që organizmi ta sigurojë bëjmë të mundur ta sigurojë nga bjami që është depozituar në trup, që do të thotë do bijem nga pesha, që na shkakton rënjë nga pesha. Nga ana tjetër rënja apo trajtimi për një kohë, për një periudhë kohe, për aq sa posa kemi nevojë për rënje, për kile të rëna, me një dietë hipokalorike të shëndetshme, të ekuilibruar, që siguron sigurisht një rënje graduale, na sjell si pasojë jo vetëm rënje nga pesha, por na sjell edhe një lloj edukimi me mënyrën të ngrënit. Që do thotë, mësojmë sasinë, idenë e masës, e mëson edhe stomaku, edhe syri, racione më të vogla, stomaku është si një qese që hapet dhe mbyllet si tullumbac, kur e ngarkojmë me shumë ushqim hapet dhe mësohet, zmadhohet, kur fillojmë ta kufizojmë ushqimin, fillon zvoglohet dhe nuk kërkon më shumë të hajë. Kjo është ideja e stomakut. Kështu që neve duke u trajtuar për një periudhë kohe me një dietë hipokalorike, që do thotë me një dietë me pak kalori apo me racione më të vogla, mësohet dhe stomaku dhe nuk e ndjejmë dhe problemin e urisë pas një farë kohe. Nga ana tjetër mësohet syri me racionet e vogla dhe dim ta ruaj masën dhe kur jemi në kushtet të një ekspozimi shumë të madh me ushqimin. Mësojmë dhe shijen ushqime të shëndetshme me pak yndyrë, dhe ndjejmë ndryshimin pastaj kur neve fillojmë të hamit me shumë yndyrë nuk arrim dot ta tresim apo ta shijojmë. Kështu që është shumë e rëndësishme, prandaj është e rëndësishme trajtimi apo rënja nga pesha me një dietë të shëndetshme të ekuilibruar, jo vetëm për të rënë, gjë të cilën efekt të cilën nuk e bën këtë dietë që neve na proklamohen si dieta shumë të shpejta, por është dhe edukimi. Pra nëse neve bëjmë një dietë interneti që na siguron 10 kg rënje nga pesha për një herë, mund të humbasim 10 kg për një herë, sepse janë lëngje sigurisht, por që në momentin që neve ndërpresim atë lloj diete që kemi bërë të rënje kilesh, i marrim për një herë kile, dhe krijon atë efektin jo-jo, të hiqesh dhe të marrësh për një herë të kileve. Ndërkohë që nëse trajtohemi, i nështrohemi trajtimi me një dietë të ekuilibruar, të shëndetshme, hipokalorike, fitojmë pikërisht këtë, edukimin me mënyrë të ngrënit të shëndetshëm dhe me racione të vogla, plotësojmë të gjitha nevojat për makro dhe mikro ushqyese të organizmit, dhe kemi më të lehtë për ta mbajtur. Edukohemi me të ngrënën, me oraret, me vaktet e vogla, me shijen e të ngrënit, dhe kjo na bën të mundur që ne ta ruajmë për një kohë të gjatë peshën që kemi humbur. Pra nuk është një trajtim vetëm për një short term apo për një kohë shumë të shkurtër, por është për një kohë të gjatë dhe për afatgjatë dhe të qëndrueshme. Një nga trendet që është përhapur më shumë është eliminimi i glutenit. Pse mendoni se ka fituar kaq shumë popularitet?
Është gjithmonë ajo që unë thash, kjo çështja e këtyre klikimeve, problemi, nevoja për klikime, nevoja për efekte çuditëbërëse, sepse tërheq më shumë audiencë, klikime, interes. Sepse qenia njerëzore ka vetë natyrën që të besoj tek një gjë që është jo e zakonshmja, kështu që kjo e bën atë dhe më tërheqëse. Nuk ka asnjë lloj efekti, dieta pa gluten. Dieta pa gluten është një dietë për të sëmurët çeliatik. Çeliakët kanë probleme të metabolizmit të glutenit, e cila është një protein që ndodhet kryesisht ke dricat e grujta të grurit, cila nuk arrin dot ta metabolizojnë, fermentohet dhe dëmton qimet e zorrës së trash. Dhe krijon pastaj probleme me përfitjen dhe shkakton plot sëmundje në organizëm. Prandaj duhet ta eliminojnë, duhet eliminojnë dhe gjurmët e glutenit. Ndërkohë një person i shëndetshëm që nuk ka probleme çeliakie, pra që nuk ka probleme të metabolizmit të glutenit, nuk ka asnjë lloj nevoje të bëjë një dietë pa gluten, sepse nuk i jep asnjë lloj efekti në organizëm, për rënien nga pesha apo për një shëndet më të mirë. Nëse neve glutenin e zëvendësojmë me një drith tjetër, pra drithin e bukës, drithin e grurit e zëvendësojmë me një drith tjetër, kemi marrë përsëri karbohidratet, që jemi pak a shumë në afërsinë të njëjtat sasi kalorish, dhe të kemi marrë të njëjtën energji për kalori ditore, si nga konsumi i misrit të themi që s'ka gluten, apo nga konsumi i bukës së grurit, i cili ka gluten. Kështu që nuk kemi siguruar rënien nga pesha. Rënien nga pesha është ajo që unë përmenda, që është krijimi i diferencës së ekuilibrit energjetik gjatë ditës. Si diagnostikohet çeliakia? Mund të arrihet lehtësisht në diagnozë apo kërkon një sër ekzaminimesh mjekësore? Se këtu duhet të dalë edhe ke këto analizat e intolerancës, të cilën në harrova ta përmendja ke kjo efekte çuditëbërëse të dietës, që është dhe kjo, intoleranca ushqimore, që nuk ka asnjë bazë shkencore dhe asnjë efekt, qoftë për rënien nga pesha, qoftë për shëndetin. Në asnjë mënyrë çeliakia nuk identifikohet me një analizë të thjeshtë, apo me një analizë të intolerancës ushqimore. Intoleranca ndaj glutenit është një intolerancë, por që nuk diagnostikohet me analizën e intolerancës ushqimore. Është një proces ekzaminimi mjekësor, i cili bën një sër analizash për të identifikuar problemin e çeliakisë, dhe arrihet deri dhe në biopsinë e zorrës së trash për të parë nëse qimet e zorrëve janë të dëmtuara apo jo. Kështu që nuk është thjesht një analizë intolerancë që përcakton nëse je çeliak apo jo, nëse je intolerant ndaj glutenit apo jo, sikurse për çdo intolerancë që nuk kanë asnjë bazë shkencore, analizat e intolerancës ushqimore. Çfarë rreziqesh Edhe këtu në këtë rast, kurse po ju thosha dhe për këto detokset, lënjët e detokseve, është një konfuzion që ju krijohet njerëzve, pas një bazë shkencore, pas një efekt, pas një lloj benefiti për organizmin dhe me një kosto ekonomike të lartë, të cilët ndikon vetëm ke xhepi dhe nuk ndikon pozitivisht ke trupi. Ndikon negativisht vetëm ke xhepi. Çfarë rreziqesh mund të sjellë eliminimi i panevojshëm i disa ushqimeve? Flasim më mirë për grup ushqimesh, sesa për ushqime. Një grup ushqimesh. Grupet e ushqimeve duhet të jenë të mirë strukturuara dhe të ekuilibruar në një dietë e përditshme. Kështu që nëse neve eliminojmë apo mundohemi të heqim një grup ushqimesh, do lëmë mangut atë vlerat makro dhe mikro ushqyese që ai grup ushqimesh furnizon. Në rastin kur neve nuk kemi probleme
patologjik që kanë probleme me këto grupet e ushqimeve. Në rastin e patologjive të ndryshme, kanë patologji të cilat duhet t'i kufizojmë që zakonisht edhe patologjitë e ndryshme nuk rekomandojnë eliminimin total, por kontrollin e masës së disa grupeve ushqimeve, në bazë të patologjisë pastaj. Brenda grupeve të ushqimeve, çfarë quajmë grup ushqimesh njerëz se mos krijohet një konfuzion. Grup ushqimesh kemi grupin e karbohidrateve, të cilët janë burimi kryesor i energjisë, që furnizon organizmin ja si puna e karburantit të organizmit, por që jo vetëm me energji, por edhe me kripra minerale, vitamina, fibra. Prandaj rekomandojmë që të merren gjithmonë karbohidratet të jenë integral apo të papërpunuara. Kemi pastaj grupin e proteinave, të këto cilat kemi bëjmë pjesë të gjithë produktet proteinike, bimorat shtazore, siç është mishi, peshku, bulmetrat, pula, djathrat, qumshi, kosi, pra grupin e bulmetrave, apo këto proteinat bimore, siç janë bishtajore, fasulet, thjerrzat, qiqrat, e të tjera. Pastaj kemi grupin e yndyrnave, i cili përbohet nga yndyrna të ngopura dhe të pangopura, që janë yndyrna shtazore dhe yndyrnat bimore. Në rastin e grupit të yndyrnave, duhet të kufizojmë në maksimum yndyrnat shtazore, që janë dhjami, gjalpi, dhe të mbizotëroj në dietën tonë të përditshme yndyrnat bimore, që janë në formën e vajrave të farave, do të ishte më i miri vaj ullirit, sipas mundësive ekonomike. Yndyrnat e peshkut, pra yndyrnat shtazore të shëndetshme janë ato që që i marrim nga peshku dhe nga farat, pastaj yndyrnat e farave që i marrim nëpërmjet farave të thata, frutave të thata, ara, bajame, lajthi. Tu është e rëndësishme të theksojmë që në grupin e yndyrnave kemi këto yndyrnat omega 3, të cilat organizmi ka vështirë t'i sintetizojë vetë dhe duhet i marrim të gatshme nga ushqimet. Prandaj rekomandohet që dieta jonë të ketë në shtrirën javore të saj peshkun, që është furnitori apo furnizuesi kryesor i omega 3, apo frutat e thata, arët, bajamet, lajthit, farat e ndryshme, por që gjithmonë këto duhet jenë të kontrolluar në sasi sepse janë ushqime kalorike. Keni një mesazh për të gjithë ato që ndjekin këshilla ushqimore nga influencer apo në rrjetet sociale? E kam një mesazh në fakt, që nëse doni të jeni të shëndetshëm, qoftë funksionimit të organizmit, qoftë trupit tuaj, por dhe estetikisht të bukur, nuk kanë këshillat e influencerave ato që janë më të mirët, sepse influenceri nuk ka informacione profesionale, nuk mund të jetë influencer që të ketë informacione profesionale në çdo fushë, sepse zakonisht influencerat japin këshilla për shumë fusha në fakt, që është e pamundur të jenë profesionistë të gjitha, por që e mira është që të gjitha këshillat që kanë të bëjnë me ushqimin dhe me shëndetin, ti marrim nga specialistët e fushës, nga dietologët dhe nga nutricionistët. Gjithçka tjetër pastaj është vetëm për klikime. Dhe nuk ka asnjë lloj baze shkencore dhe benefite për organizmin. Zona Angelidia, të falenderoj shumë që ishe pjesë e Vibe. Ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Tani, për të komentuar të gjithë ngjarjet më të përfolura të javës të showbizit, na bashkohet përmes një lidhje në Skype gazetari i Kronikës Roz, Elton Tozaj. Elton, mirë se erdha. Të falenderoj. Mirë se u gjeta. Të falenderoj që u bëre pjesë e Vibe. Faleminderit. Dua ta nisi pikërisht me temën që po dominon rrjetin. Kemi parë shumë influencere të dalin publikisht në protest, ndërsa të tjerët që kanë zgjedhur të heshtin po kritikohen shumë. Si e shikoni ju këtë fenomen?
Absolutisht mendimi i lirë duhet respektuar. Dëshira e çdo kujt për dalin protestë duhet respektuar, dëshira e çdo kujt që nuk preferon dalin protestë duhet respektuar. Nuk duhet respektuar ato lloj personazhe që dalin protestë për të marrë follow apo për bërë reklam. Po pastaj të dyja anët e tjera, sepse janë tre palë, është një palë që del në protestë sepse do të protestojë, se ka shpirtin e protestës, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ke një palë tjetër që del në protestë për të shitur tangërlik edhe për të marrë ca followers më shumë. Nga këto flas për influencerët, jo për popullin, po për influencerët, ke këto që dalin për të marrë një reklam ose për të reklamuar një veshje, ke edhe nga ata që nuk duhet dalin fare. Këto dy kryesorët i respektoj si majtas, si djathtas, nuk ka rëndësi a dalin as dalin. Domethënë për mua nuk jetojmë nga komunizëm, jetojmë në një botë lirë, gjithse kush ka të drejtën që të zgjidhë të bëjë atë që do. Ne po respektojmë fen, ne po respektojmë përkatësitë partijake, fetare, seksuale, çdo lloj përkatësie tjetër, gjinie, race etj. Kështu që do respektojmë absolutisht edhe mendime ndryshe. Më vjen keq që shumë nga këto masakrohen pse dalin, po ka edhe shumë nga ato që masakrohen pse s'dalin. Domethënë është një gjë shumë e shëmtuar që po i ndodh shoqërisë tonë. Pas 30 e kusur vitesh demokraci, ne rikthehemi në komunizëm me mentalitetet që nëse ti nuk bën atë që them unë, ti je i keq. Keni pasur komunikim me ndonjërin nga fytyrat publike që kanë dalur në protestë dhe të ka treguar qëndrimin e vërtet që mban përtej kamerave dhe rrjeteve sociale? Po, kam pasur të dyja rastet, madje njëra më ka thënë që aman më zemra se kam dalë, se kam një marrëveshje dhe me një dyqan rrobash, nuk dua të them emrin, kam edhe një komunikim tjetër me një personazh tjetër që është prapë shumë i njohur, i cili ka dalë sepse ka dashur të protestojë për X gjë të vetën që atij t'i është dukur pa drejtësi. Dhe është mos e normale. Dea Michel ka qenë një ndër më të përfolurat, madje ka bërë dhe kundërpërgjigjen që shumë e konsideruan të guximshme ndaj Grida Dumës. Si e peti këtë përplasje? E sajuar. Pse? Dea Michel që ka qenë në Big Brother, Dea Michel që ka qenë në Big Brother ka sajuar sulme, kërcënime, mbaj mend atëherë kur Dea Michel përballej me Luizë Elli në lojë dhe thoshte që ky është duke më kërcënuar, duke më bërë këtë, duke më bërë atë sikur kush familjarët e Luizit e kishin kërcënuar më pas mbrapa, sikur halla, teze, xhajat, çfarë ka fisi i Kiara si kishte vajtur kësaj. Domethënë, Dea Michel është një njerëz që dashuron që të viktimizohet. Më vjen shumë keq që përfiton edhe do të përfitojë, ja Dea Michel është pikërisht një nga ato që do të përfitojë në kurrizë të një proteste të ndershme për të marrë disa like, disa follow për të bërë personazh. Dea Michelit i ka ikur koha. Dea Michel mediatikisht është një njerëz që ka kry hall, themi ne. Kështu që më duket absolutisht diçka e sajuar kokë këmbë që Dea Michel do të jetë në qendër të vëmendjes. Gjeti protestën për të qenë në qendër të vëmendjes, e shfrytëzoi ato 3-4 ditë për të qenë ajo pjesë e lajmit të parë në çdo portal, pastaj u zhduk. Po ju siguroj që javës tjetër do dalë dhe do thotë që dikush më ka kërcënuar me këtë, dikush më kërcënoi me një mesazh, pastaj më mori një tjetër me telefonat, e një tjetër më shau në rrugë, e do vazhdoj me të gjitha historitë e saj, njësoj siç ka bërë kur e ka bërë në Big Brother dhe post Big Brother, nuk më bën fare përshtypje mua Dea Michel që vazhdon dhe se një historik. Këto njerëz duhet dalin jashtë nga protesta. Këto njerëz duhet jenë jashtë, nuk duhet jenë këto imazhet e protestës. Imazhi i protestës duhet jetë populli i thjeshtë, se influencerat që më dalin në protestë, e di se çfarë imazhi kanë, e një qylsi ordiner që ha qyl, vishet qyl, flet qyl, edhe të gjitha gjërat e tjera i bën qyl. Këta janë sufllaqet gjitë e vërtet, influencerat, që po të dalin dikush tjetër t'i japin në një lek, e braktisin atë protestën për shkojnë atje tek leku. Dhe këto lloj tipash dhe këto lloj personazhesh nuk duhet përfshihen më nëpër protesta. Dakord, ose ta heqin petkun e influencerit, të heqin të tëra këto barrierat që kanë me vete, filtrat që kanë me vete dhe le të dalin atje protestë si popull. Mos dalin me videograf me vete. Se kush del në video më bukur, apo duar trokas mirë, po apo jo, a duken bukur kështu, a del mirë ky profili, bëma foton këtej që të dalë bukur këtej. Jo, imazhi i protestës është populli i thjeshtë. Për mua
Influencerët janë fikse, ajo shpreha Shqipëri të kam dhirë s'të kuptova asnjëherë. Ne përveç influencerëve, Ilton, kemi pas edhe figura të tjera publike në protest. Por kemi pas Stresin që e ka mbështet protestën që nga dita e parë, por gjithashtu kemi pas dhe Noizin që ka folur në një mënyrë denigruese për të gjithë ndjekësit e vet, dhe ato që e kanë pyetur pse nuk reagon për protestën. Si e komenton ti? Si e komentoj pse ka marrë pjesë Stresin në protestë? Po, Stresin dhe Noizin që... Është i lirë dhe është një vend demokratik, mund të shkoj ku doj, mund dalin protestë, pse duhet ta komentoj këtë gjë? Po për Noizin. Komentimi pastaj i Noizit ka qenë i nxituar absolutisht, kam vlerësuar që ka kërkuar ndjes më vonë, edhe është kaq është. Ç'ti komentoj tjetër Noizit që ka kërkuar falje. Ai që ka kërkuar falje, i falurit nuk i pritet koka tash. Që kërkoi falje, tha që ishte një keq kuptim. Ishte okay. Po për imitimit e kryeministit Rama, si t'janë dukur? Mendon se janë individuar personazhe? Shumë interesante. Më pëlqen që e ka marrë me sportivitet. Shpresoj që të vazhdoj të mbaj me sportivitet dhe shpresoj të i thrasi mendjes dhe të plotësoj kërkesat e protestuesve, po maj sportivitet sa që ka bërë gjatë të gjithë këtyre kohëve. Kalem tek Luizelli, ai ka publikuar një këngë për protestën, do me thënë ka shprehu qëndrimin e tij përmes publikimit të këngës. Si është pritur kënga e tij? Kënga ka pasur goxha klikime, për mua është nxjerrë në momentin e dur për të pasur të tërë këtë përfaqësimin e popullit me këngë. Shiko, më ka pëlqyer shumë që mbaj mend revolucionin që është bërë në Amerikë, ku protestoheshe në shesh, protestoheshe edhe me këngë. Dhe atëherë kënga më e njohur ka qenë Let the Sunshine, nëse ju e dini ose mund të mbani mend si histori. Dhe ka qenë një film i famshëm, filmi Hair, filmi Flokët, i cili portretizonte këtë revolucionin që ndodhi në Amerikë në vitet 1960, ku kishte njerëz në shesh për të drejtat e tyre, për barazinë gjinore, për të bardhët, për njerëzit me ngjyrë, për njerëzit e kuq, e gjitha këto gjërat që në Amerikë në atë kohë kanë qenë ekstremisht të theksuara. Pastaj ishin skandalet financiare politike, u bën një grup gjërash që njerëzit u çuan në këmbë, pushtuan sheshin përpara shtëpisë së bardhë, atë lulishten e madhe që është atje, dhe protestonin. Dhe kishte nga ata që protestonin duke qenë aty prezent, kishte nga ata që protestonin duke nxjerrë këngë, duke protestuar me këngë. Dhe është një lloj proteste në të dyja anët. Kështu që çdo lloj, domethënë që të dyja kanë atë bukurinë e vet, absolutisht që kënga e Luizit është e goditur, është protest. Dhe njerëzit duhet ta kuptojnë që është protest. A e nxori në kokë klikimesh, a çfarë janë këto pastaj më duken budalliqe, alla Dea Michel, se po na jep mend rezarta në rrethi katror apo në kubi trapez, duke na bërë sikur është një nga mendjet më të zgjuara akademike që ka Shqipëria, dhe neve duhet t'ja pranojmë rezartës, po nuk duhet të pranojmë këngën e Luizit. Jo, unë pranoj më mirë këngën e Luizit, e cila ka dhe një mesazh, ka dhe një tekst bukur, ka dhe një muzikë të bukur, dhe më jep mua dhe më frymëzon që unë të dal dhe të protestoj, se sa të shikoj Rizartën si bën reklama fustanesh kur është në protest. Dhe më jep më tek rrethi katror. Rogerti, ish banori i Big Brotherit, e ka ironizuar Luizin duke i kujtuar daljen në podcastin e kryeministrit. Mund na tregosh diçka më tepër? Nuk s'kam që të tregoj më tepër, thjesht s'kam asnjë koment për këtë gjë. As lloj komenti s'ke për këtë? Jo, po ç'ka më të ndërtja. Okej, në rregull, tani duhet kalojmë pak tek lajmet roz, ngjarjet më të përfolura. Flasim për dasmën e Klajdit dhe Orgesës. Dasma e Klajdit dhe Orgesës u komentua si një dasmë shumë e thjeshtë dhe shumë familjare, ndryshe nga luksi dhe çdo gjë që ne shohim zakonisht nga VIP-at shqiptar. Ty si të zhdukur, si e komenton? Të përgjigjem me një pyetje, a keni parë njëherë Klajdi Harunin si të sillet si VIP apo si këto divat shqiptar?
Në asnjë moment nuk e keni parë. Klajdi Aruni është një këngëtar shumë i mirë, një këngëtar, një njeri me këmbë në tokë, është një njeri i thjeshtë, është mos e normali që dasma është një ceremoni private, familjare dhe ka para preferuar që ta mbaj ashtu, se sa këto dasma luksoze që i bëjnë buzdetit dhe që harxhohen miliona e miliona lekë dhe pas një viti ndahen. Kështu që 100.000 herë më mirë aty me familjen tënde, me ata miqtë tu të ngushtë, një rreth të vogël, e ta shijosh, e të kërcesh, e të mos të durosh, jo po tava dheut ishte e ftohtë, jo po bifteku zbënte, e po jo po pse u quan dajet, e pse u quan teze, se ne shqiptarët e di që vdesin pak për të gjërat, se sa me këto tipat që do vinë aty, do me thënë, edhe do të shesin tangërllëk, edhe do shofësh 500 story në për Instagrame, se çfarë kishte veshur, kush ishte temina e kujt, e kush ishte guri i kujt, e çfarë vathi kishte vënë kjo, dhe çfarë sandali kishte vënë ajo në për gurat e Dhermiut. Kështu që të trashëgohet Klajdi, ta shijoj jetën e lumë ai për dasmin që ka bërë. Kishte shumë artista dhe emra të njohur të showbizit, por ajo që ra në sy ishte mungesa e Florit, miku të tij të ngushtë. Ke ndonjë informacion për mungesën e tij? Flori është tërhequr nga jeta publike, ka vite që është tërhequr. Më vjen keq që emri i Florit është përdorur rëndom te Ferma VIP, sikur ka bërë një dalje publike, domethënë sikur do bënte një dalje publike për finale dhe sikur ka çuar dron në Ferma VIP. Më duket një budallëk shumë i madh, një shfrytëzim me emrin në mënyrën më skandaloze të mundshme, megjithatë kanë marrëdhëniet që palët i din vetë. Me sa di unë nuk ka pasur dëshirë, duke pasur parasysh janë gazetarët, paparacët e tjerë. Unë shpresoj shumë që kjo të jetë një formë marketingu. Realisht që Florit kur të vendosit datë, dhe unë shpresoj shumë që Florit të rikthehet. Duhet skenës shqiptare i mungon Flori Mumajesi. Unë shpresoj shumë që me sa di unë ka filluar të punojë për një album ose për disa këngë të reja. Unë shpresoj shumë realisht që të jetë marketing, që të megjithëse Flori nuk ka nevojë për marketing. Flori Mumajesi është brand, është si të flasësh për Prada, Armani, Gucci. E kuptoj, po mendon se Flori ja çoi ato dronat Sony, do lindi diçka me styra, apo është thjesht diçka e sajuar? Nuk e di domethënë. Kush i çoi dron kujt? Flori i çoi dron në Ferma VIP Sonit. Të duket normali që Flori nuk shon ke dasma e shokut, po gjen kohën për të çuar 300 dron tash i Sonit. Realisht. Nuk e di, unë ndaj të pyet aty. Të na japësh më shumë informacion dhe mendimin tënd. Nuk është e vërtetë. Duke qenë se edhe është një pyetje që dëgjoj, është një pyetje që më bën shumë herë dhe nuk domethënë është nuk besoj se mund të ketë më interes, se kam një javë që e them të gjën, por Flori Mumajesi me sa di unë, nuk ka qenë ai që ka çuar dron. Flori Mumajesi është kontaktuar nëse mund t'i përdoret emri, për shkak se do i vendosësh e kënga, që ata kanë kënduar dikur bashkë, ata kanë qenë bashkë. Por ndryshimi që u bë taktikës së Sonit dhe Ilirit, të cilët ishin duke flirtuar njëri me tjetrin. Të falenderoj që u bëre pjesë e Vibe. Një temë që ka shkaktuar debate të forta në mbar botën është trajtimi hormonal për personat transgjinor. Për të folur mbi aspektin mjekësor dhe pasoret afatgjata, do të bisedojmë me mjekën Aurora Dullenberg. Përshëndetje. Të falenderoj që pranove të jesh në lidhje live në emisionin Vibe. Me kënaqësi, mirë se u gjeta. Si i keni përcjell lajmet e fundit për trajtimin hormonal të personave që duan të ndryshojnë gjeni që në moshën 14 vjeçare? Ka qenë me të vërtet shumë shqetësuese kur lexon që edhe Shqipëria tani më e ofron terapinë hormonale për personat transgender,
sidomos kur dim që infrastruktura mjekësore në Shqipëri është akoma shumë e papjekur dhe me të vërtet ka shumë deficite në ofrimin e një shërbimi të tillë super të specializuar, në kohën që në Shqipëri akoma nuk rimbursohet qoftë edhe një psikolog dhe jo më tepër një grup dhe një ekip multidisiplinar, duke filluar që nga psikologët, psikiatri, neurologu, endokrinologu, të cilën ka nevojë që ta shoqërojnë në rrugëtimin e tyre të gjatë këto persona transgender. Çfarë ndodh realisht në organizëm kur kryhet ky trajtim, më falni? Terapia hormonale për të bërë një transformim të gjinisë një personi nënkupton që ne japim medikamente, qoftë në formë tabletash dhe në raste të caktuara edhe në formë të gjilpërave, në mënyrë të tillë që të bilancin hormonal të një burri ta shndrojmë në femëror, pra të japim kaq shumë hormone femërore saqë të arrijmë të ndryshojmë dhe tiparet e këtij burri, duke bërë që nga muaj në muaj sa më shumë gjilpëra me estrogjen dhe me progesteron që japim këtij pacienti, aq më tepër ky person do marrë pamjen e një gruaje, duke u rritur gjokse, duke u rritur organet të cilat janë të tipike për gjinin femërore, pra shtresa dhjamore, akumulimi më tepër i ujrave të ndryshme të trupit, pra gjithçka tek burri do të shndrohet në grua dhe anasjelltas tek burrat të cilët duan ose gratë që duan të bëhen burra, fillojmë që të rrisim qimëzimin, ndryshojmë komplet edhe humbjen e flokëve, pra tek ato që duan të maskularizohen, shohim që bien flokët në një pjesë të caktuar të kokës. Pra, kemi një transformim jo vetëm nga brenda të hormoneve, por sidomos në paraqitjen shme. Besoj që këto që sapo the janë dhe efektet kryesore që sjellin terapitë hormonale. Patjetër që tek dhënia e hormoneve në doza kaq të larta për një kohë të gjatë, pra për rreth një vit bëhet të paktën terapia hormonale, ne me anë të këtyre medikamenteve të fuqishme, ne ndryshojmë trupin duke marrë dhe efektet anësore që ato shkaktojnë. Pra pacientët transgjinor shpjegohen dhe këshillohen që në fillimet e tyre që me marrjen e tabletave hormonale ju rritet rreziku qoftë për një tromboz në tru, në muskulin e zemrës, pra për një infarkt të zemrës, rritet trombozat në bllokimin e enëve të gjakut të mushkrisë, kemi një rritje në total të rrezikut kardiovaskular, që do të thotë që këto pacient në të ardhmen e tyre pasi marrin këto hormone, vuajnë më shumë nga tensioni i lartë, nga bllokimit e enëve të gjakut, si tham, pra të infarkteve të zemrës, rritet rreziku për diabet dhe në një grup të caktuar të cilët, sidomos ata që marrin hormonet femërore, rritet dhe rreziku për kancer, sidomos kanceri i gjirit, kancerin e vezoreve, të qafës së mitrës. Pra në total kemi një rritje të mortalitetit, pra të vdekshmërisë të pacientëve si pasojë e terapisë hormonale. Çfarë ndikimi mund të ketë në fertilitet? Është e ditur tashmë që në momentin që një grua do të bëhet burr dhe anasjelltës një burr do që të shndrohet në një femër, automatikisht ne i ndryshojmë kaq shumë hormonet e tyre saqë ata u humbasin në përqindje shumë të lartë aftësinë për të bërë prindër. Kjo është një ndër arsyet kryesore që sidomos pacientë në Amerikë, të cilët e kanë bërë terapinë hormonale, si pasojë e transgjinitetit të tyre, janë bërë pishmënd, mund ta quajmë, janë penduar për këtë terapi pikërisht sepse nuk kanë humbur dhe aftësinë që të krijojnë familje dhe të bëhen prindër. Prandaj dhe duhet të shpjeguar të gjithë transgjinorëve që në fillimet e terapisë që fertiliteti dhe aftësia për të bërë prindër automatikisht humbet dhe ndonjëherë në mënyrë komplet të parikthyeeshme, dhe kjo është një ndër kufizimet kryesore të hormonterapisë, sepse pjesa më e madhe e këtyre pacientëve që vuajnë nga depresioni, nga ankthi, ka një suicidalitet, pra një vdekshmëri të lartë edhe nga hormonterapia.
patjetër që kur u kombinohet dhe me humbjen e fertilitetit, kjo rrit akoma më shumë nivelet e tyre të depresionit, prandaj kjo duhet jetë e vetëdijshme që në fillimet e terapisë. Ndikon në sistemin kardiovaskular? Një ndër efektet kryesore, anësore që ka hormon terapia është pikërisht rritja e rrezikut kardiovaskular, duke rritur trombozat në tru ose në zemër, në trombozat në ekstremitetet të ndryshme, pra në këmbë ose në mushkëri, automatikisht ne rrisim rrezikun shëndetësor të pacientëve transgjinor, sepse u rrisim vdekshmërinë. Dhe automatikisht ne kemi të bëjmë me një invaliditet të shtuar të pacientët që kalojnë një insult cerebral, kemi të bëjmë me një sëmundje të rritur kronike në momentin që një pacient që merr hormone bëhet me tension të lartë, bëhet me diabet apo ka kolesterinën më të rritur, pra automatikisht hormonterapia te transgjinorët rrit vdekshmërinë e këtyre pacientëve dhe ul cilësinë e jetës ku bëhet fjalë për shëndetin fizik. Në çfarë moshe kryhet ky trajtim dhe a duhet të ketë kufizime moshe? Në Europë ka një limit në moshën kur jepet terapia hormonale. Disa prej vendeve siç është Belgjika, Danimarka ose Spanja janë ndër të vetmet vende liberale të cilët e lejojnë që prej moshës 14 vjeç, por gjithmonë me miratimin dhe me firmën e prindërve. Pra nuk u lejohet në të mbarë Europën asnjë fëmijë që të bëjë një terapi të tillë hormonale pa konfirmimin me shkrim të prindërve të tyre. Por në vende siç është Gjermania, nga unë po ju flas sot, apo vendet skandinave, janë akoma më të strikt nga ana ligjore ku bëhet fjalë për dhënien e hormoneve në moshën adoleshente ose fëminore. Këtu kemi ligje shumë të fuqishme të cilët e ndalojnë që këto mosha fëminore pa kaluar fazën e pubertetit të marrin terapi të tilla transformuese hormonale, sepse është vënë re që dhënia në një moshë shumë të herët e ka rritur në vazhdimsinë e jetës, sipas studimeve edhe përqindjen e ankthit të depresionit, krizave të identitetit, pra e ka ulur në total cilësinë e jetës së këtyre personave në momentin që e ka bërë që në moshën fëminore. Është domosdoshme që të pritet të paktën mosha 18 vjeçare që ky person të jetë i vetëdijshëm për vendimin e tij dhe jo të bëhet në një moshë të hershme fëminore ku patjetër i takon edhe kësaj moshe kriza identitetit. Prandaj pyetja për çdo prindër që e lejon të ndodhë një terapi të tillë hormonale është: a duhet ta lëm fëmijën fillimisht të piqet, të kaloj krizën e tij të identitetit që i takon moshës, përpara se ta gjymtojmë me hormone që në fëmijëri? Me që përmbetëm prindrit, çfarë duhet të di çdo prind që përballet me këtë situatë? Është shumë e rëndësishme për prindrit të cilët kanë një fëmijë që e shpreh dëshirën për një transformim gjinor, që jo vetëm fëmia ta bëjë një psikoterapi e cila shkon të paktën për një vit, por dhe vetë prindrit dhe vetë anëtarët e familjes duhet t'ju nënshtrohen një terapi të tillë psikologjike, sepse duhet të kuptojmë që fëmia është pasqyra e drejtpërdrejtë emocionale dhe psikologjike e prindërve. Pra akoma fëmia nuk e ka një identitet të formuar dhe të realizuar qoftë gjinor, qoftë një identitet për sa i përket personalitetin e tij. Pra është jo vetëm nga ana fizike në zhvillim e sipër, por edhe nga ana psiqike dhe gjinore. Prandaj në vende si Gjermania, nga unë po ju flas, kërkohet si një kriter i domosdoshëm që gjithë familja dhe prindrit ta bëjnë një psikoterapi përpara se që të lejojnë që edhe ndonjëherë në mënyrë të pavetëdijshme dëshirat e tyre të transferohen tek dhe të projektohen tek fëmija. Prandaj këshillohet terapia të paktën 1 vjeçare me ligj. A ka raste kur pacientët pendohen?
Kemi shumë raste, sidomos nga studimet e fundit që ka në Amerikë për pacientë të cilët pas një periudhe të caktuar 5 vjeçare deri në 10 vjeçare, pasi e kanë bërë terapinë hormonale, janë tentuar në një formë shumë të madhe sa që është rritur te kjo kategori e pacientëve edhe suicidaliteti, vdekshmëria nga rritja e depresionit, e sëmundjeve metabolike që përmendëm, pra ne transformojmë dhe trupin dhe shumë prej këtyre pacientëve kanë kaluar dhe sëmundje të rënda të organizmit që nga infarkti i zemrës, kanë kaluar diabetin, mund të kenë kaluar një tromboz ose një insult cerebral që i ka bërë ata të paralizuar dhe të jenë për gjithë jetën invalid, dhe aty këto pacientë janë bërë të vetëdijshëm që terapia hormonale që kanë realizuar më shumë i ka rritur jo vetëm vdekshmërinë, por edhe i ka rritur dhe rrezikshmërinë për një jetë më pak mobile dhe më pak të shëndetshme. Prandaj dhe jepet gjithmonë këshilla që në fazat e para se të fillohet kjo hormonterapi, që pse jo të shikohet alternativa e psikoterapisë, e një mbështetje psikologjike, jo vetëm nga familja, por edhe nga shoqëria, më pak diskriminim, pra strategjia nacionale se si mos t'i bullizojmë këto kategori të popullatës, për të evituar në fund të fundit një masë kaq radikale dhe transformuese siç është hormonterapia. Doktoresha, dhe për ta mbyllur do të doja një mesazh nga ana juaj për të gjithë publikun lidhur me këtë debat. Si mjeke shqiptare, por dhe si psikoterapiste, unë do isha shumë e lumtur të dëgjoja nga shteti shqiptar që infrastruktura mjekësore për të bërë një hormonterapi në QSUT në Tiranë është e gatshme pas punës disa vjeçare që është bërë në kualifikimin e bluzave të bardha dhe të psikologëve për të ushtruar një terapi të tillë hormonale te transgjenorët. Duke ditur që deficitet e sistemit tonë shëndetësor janë akoma aktuale dhe të pakorrigjuara, mendoj që është akoma shumë herët për Shqipërinë që të ofroj një terapi hormonale të transgjenorët, dhe është një gabim që edhe tek mosha fëmijënore të jetë lejuar me ligj. Duhet të bërë sikundër në shumë vende evropiane, skandinave ose te Gjermania, një kufizim i rrept që kjo të ofrohet tek fëmijët, dhe për ata që janë adult dhe që vendosin të përbëjnë një hormonterapi, duhet të ofrohet të paktën psikoterapia 1 vjeçare ose disa vjeçare, të gjitha alternativat e tjera të shëndetshme për të shkuar pasaj pas një periudhe shumë të gjatë reflektimi dhe terapie psikologjike tek një masë jo e rikthyeshme dhe radikale siç është ajo e terapisë hormonale. Shpresoj të kemi dhënë informacione dhe mesazhe mjaft të vlefshme për të gjithë publikun. Doktoresha, të falenderoj shumë dhe je gjithmonë e mirëpritur. Faleminderit e juve për sensibilizimin e popullatës, sepse ka nevojë për shumë informacion përpara se të bëhen në terapi të tilla të cilet për Shqipërinë janë akoma shumë herët. Kështu kemi mbërritur në fund të episodit të parë në Vibe. Bashkë do të shihemi çdo ditë nga e hëna në të shtunë në Media 60, me histori, njerëz dhe tema që na bashkojnë të gjithëve. Mirupafshim.